إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur xhamat, vëllezër shumë të nderuam, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë Allahut. I lutem, i përgjerohem madhërisë së Tij. Është i vetëm dhe është i veçantë. Shumë selame qofshin për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të bekuar, për shokët e tij të nderuar dhe gjithë besimtar e besimtare deri në ditën e madhe të lahtarisë. Vëllezër, e falenderojmë Allahut që na mundsoi që të takohemi në këtë ditë bekuar në vendin ton më të mirë, se nuk ka vend më të mirë në tokë se në atë vend ku ka xhami, se në atë vend ku njerëzit të bohen me madhnu, me adhuru dhe kur shaq Allahut mos me i bën asnjë variant jetës tyne. Sot jemi të bu se Zoti na ka thirrë, jemi musafir të Allahut. Prandaj kemi ardhur këtu për ta kryer një obligim, për të mësuar diçka, për të motivuar, për të bashkuar, për të dalë Zot këtij vatani në formë dhe mënyrën më të mirë të mundshme, duke e shtu imanin dhe dashnin ton për hir të Allahut. Kjo arrihet duke mësuar. E njëra prej varianteve të mësimeve tona është edhe kjo, pikrisht, edhe kryena bërç para Allahut, por edhe të njëjtën kohë na mësojmë diçka. Musa alayhi salam i tha Zotit: O Zot, a mundesh ta më miqu disa isharete kur e di që ti neve na don, edhe ti neve nuk na don. Nuk e pëlqen, nuk je razi me veprat tona. Allahu tha po, atë njëri që e du, ose atë popull që e du, atë nahi që e du, ja që i tha dy sharete. Kurse atë popull dhe atë nahi, të cilin nuk e du, dhe nuk jam razi se çka bojnë ata, ja që i tha një isharet. Subhanallah, Musa a.s. u bo kurioz, edhe u bo shumë interesu me dit. Tha, po cilat janë, ja Rabbel Alemin, o i madhi Allah, cilat janë këto isharete me të cilat tine na tregon se na don, je razi. Ta ishareti i parë, tha Musa a.s. që e du, tha, atë popull, edhe jam razi me veprat e tyne, pra jam i kënaqur me punët e tyne, tha, është frymëzimi jam që u dhon atyne që ata gjinden aty ku unë kam dëshirë me i pa. Në unitet, në vepra të mira, në namaz, në ibadet. E ishareti i dytë, tha, ishareti i dytë, tha, unë i mbroj ata prej belave, unë i mbroj ata prej problemeve, unë i kursej ata prej luftrave, unë i kursej ata prej sakrificave që duhet me i bëha ko lëdhje, se ja u di takatin, tha unë atyne. Unë i njërëp të mi, unë e di so ata munën me bojt, por i kursejën ata prej këtyne veshtërsive. Subhanallah, të e ledzu këtë hadith, thash, aman ja Rabbel Alemin, cilit popull ma shumë i përgjigjet se neve, krejt i buata në flok, a neve Allahu në ka kursy prej këtyne veshtërsive, prej këtyne fatkecive. Mirë, po të dashurit e mi, dolun pak të ishareti i parë për atë popull që nuk e dan, për atë popull që nuk është razi në vepra tyne. Çka i tha Allahu Musës? Allahu i tha Musës, ishareti për ata njerë që nuk i du, nuk jam razi me punët e tyne është, tha, që ja u largoj kujtesën e ja u dhuroj harresën. Ja u largoj kujtesën e ja u zavendësoj me harres.
Vën se ata me më kujtu mu, ata më harrojnë mu. Thëj, na veti kena bo. Na veti kena bo. Ja, na veti kena bo këtu. Kush ta ka një muneve? Asë Zoti, pastaj asë rëbi. Këta e njerës të qumë pesh, që e harrojnë të mirën, edhe bohen buk për mës, edhe vend se me falenderu Allahun, edhe me konë mirë njëhës, të lumit Zot, këta qohën pesh, këta rruken me zveti, këta vrohen me zveti, këta e provokojnë të keqen, dhe ligësin dhe pështërsin. Prandaj popull jam i dashtun, për cilin kur njëherë derin kiamet për këtë tokë, nuk do të ndaleme se sakrifikuari, nuk do të ndaleme se bashkuari, nuk do të ndaleme se ngritjeve të kapaciteteve të popullit shqiptar derin ditën e kiametit. Ju bëj apel për këtimi mberi, që krejt mirësit dhe begatit të popullit shqiptar për ngritje të vëdijes e tyre kombëtar dhe shtetëformim tonin, kanë ardhë pikrisht për i mihrabit dhe në kupollave xhamisë e bekuar. Neve kur ma shumë se sa sot nuk na duhet edhe nuk na shkon për shtati më shumë se sa sot t'jemi më të bashkuar, t'jemi më të vëdijshëm, t'jemi më modest pranë njëri tjetrit, mos të trajtojmë njëri tjetrin me mendje madhësi, mos të trajtojmë njëri tjetrin duke ja uru fatkeqësin, mos t'i keq përdoru mundësit që na i ka dhuru Zoti, se ndër ti jemi mundet me na i rrotullu. Gjithçka çka ki, oj shqiptari, është ndurt e Allahut. Ai ti ka dhuru. Bile është i vetmi popull në botë. Halo nuk ka ndodhur. As nuk kam lexuar që ka ndodhur ndonjëherë, përveç se tek populli shqiptar krejt bota mu qunkom me të një mu, ti me ordi sigurt mu fal, me ndërtu xhami, me kultivu jetë, me ndërtu shtet, edhe me ecë për para, edhe mos me kon kaq. Ama absolutisht mirë njës për mirësit e Allahut. Allahu dhul gjelal na ka të rejk vretjen me Kur'an. Andaj nuk e kisha dëshiru kur njëherë me na ardhë një situatë, runa Zot, me na sprovu Allahu se na tonë e dina sa jena patriota. Na tonë e dina sa sakrifikojmë për vatanin tonë. Mos me na ardhë e situatë që me thonë, a një ku 25 vjetë jena pas kënaqë. Qa që kena pos buk, qa që edhe bukën e gjujshëm. Qa që jena kont lirët sigurt, ku do shkajshëm, kërkush nuk na ngocke. E ta s'po guxojmë. Inshallah nuk na vjen kjo. Mirë po, nëse na e harrojmë, a pishe qa pëthet Allah? Në vend kujtesës, ja u instaloj harresën. Kur një popull e harran, Allahu ja u rikujton. Mirë po rikujtimi bëhet në dy mënyra. O me fjallë, o me sprova. Ma mirë është me morë mësim prej fjallëve të Zotit, se me morë mësim prej sprovave të Zotit. Sepse kur na lidhemi ka shumë për këtë dynjo, e ma shumë pas kësoj materiales, Allahu dhul gjelal na i zavendësan. Edhe na sprovan, se Zoti këtë popull nuk dënë me pun xhehenem. Për këtë arsye e ka sprovu njerë shumë prej vitit 1878, shumë deri në 99-ën, shumë është sprovu populli shqiptar. Edhe Allahu dhul gjelal ja u dha mirësit. Ja u qeli lindje, perëndim, veri, jug. O, na dha Zoti që kur sini tëna nuk ka pos gjithë këtë bollak që ka pos shqiptaria deri më sot. Mirë po nëse dëshirojmë na me mojt këtë bollak në sinin tënë, neve na vynë të dashurit e mi më konë më modest. Mos me që kokën për pjetë, se ta ullë kokën ai që është mi ty, ai është Allah. Ai është krijuesi i gjallësisë. Ai është i madh. I vetmi është Allahu që meriton për të lavdëru. Dhe lavdia përjetshme i takoft Allahut deri në kiamet. Andaj ne si popull ti qëndrojmë besnik, ata që na trasun rrugën, ata që nuk u lodhen. Kauza shumë e madhe, ka vend për këtë shërbys të kësaj kauze.
Nuk mundën me zvogëlu kauzën me një grup njerëzish. Kauza shumë e madhe. Ka vend për tonë, si për të mirin, s'po them si edhe si për të keqen, se s'du me përdor këtë fjalë. Sikur për atë jo të mirin. Si për punëtorin, si për dembelin. Se dhe në dembeli tu e po punëtorin, bëhet punëtor. Po çka po ndodh kohëve të fundit, punëtori tu e po dembelin, po lakmon dembelin e tij. Njeri ndershëm të e po hajnin, po lakmon hajnin e tij. Prandaj ne duhet të zgjohemi nga kjo amulli. Ta dojmë më shumë, të ngritet atë dhe dashuria mbi bazat të dashnisë së krijuesit gjithësisë. Kur të thret frika, përgjigju me dashni. E stopon, e qetëson, e gradon, e lartëson, edhe e ngrit. Kauza ndërtohet me njerëz besnik, jo duke ikin nga e vërteta, por duke u ballafaqu dhe duke përjetu të vërtetën. Andaj të qëndrojmë besnik fjalëve të Zotit se ai ka premtu fadhkuruni edhkurkum washkuruli wala takfurun. Me kujtoni mu, ju kujtoj juve. Allahu po thot, falenderoni mu. Mane bre, mos u bëni kaq të lig, ma kthy shpinën mu. Kush po thot? Allahu. Qysh kthehet shpina Allahut kur na ja mohojmë Allahut të mirat. Prandaj vllazën të dashur, s'kena nevojë mu lidh kaq shumë për këtë dynja, se këtë kena me lanë. Sa njeri të dashurit e mi e kanë lanë që kanë pos më shumë. Hej, llogaritë është një njeri që ka përmend Zotin Kur'an, e ka një Karun. A e dini vllazni çu puna këtij njerit? Është një detaj jashtëzakonshëm. Që ky njeri atë shumë ka pas pasuni që qelcat e depove të pasunive ti është dosht me i bort me elefant e me ushtri qelcat, për mja qel depot. Llogaritë çfarë depo është mëlloja i ka pas. A e dini vllazni qysh është rrit që ky njeri? Që konë mret i madh, krajli i madh i krajlive. Prindrit e kanë gjujt, sepse është sulmu fshati i tyne për me pështua i fëmi, ka thonë nona, emër e Zot në durë të tua edhe ka hedh, e ka gjujt, e ka lonë në skajet, në gardë dikon. Kanë kalu njerëzit masi, ka kalu aja masakër, e kanë marrë ato e kanë rrit, edhe është rrit ai në borin mbretnore, u rrit, ka harru, qysh e ka pështu Zoti? E u bo zullumçari më i madh. Çaj fëmia i vogël që e kanë gjujtë në gardh. Qështu është historia e tij e lindjes, edhe femiristi. E Zoti ka përmend në Kur'an. Shkencëtar tek më vonë piramidat e Firaunit e kanë zbulu çat emën që Zoti në Kur'an e ka përmend para 1400 vjetë. Para 100 vjetë e ka përmend. E kanë zbulu shkencëtarët në Egjipt. Në piramidat e Firaunit e kanë gjetë emrin e gdhendun ti që u konë aja para Allahu alem baba ki 2000 vjeta, 3000 vjetë, Zoti e din për qitë njeri. Shtu njeri harran të ngritet, të mësane, të dhëzane, të mbrune, të lartësane, të gradane, të afrane, të jepe, të motivan. Njeri si të bohë të i pavarën, thëtë jone kejtë vetë i këmë bohë, kejtë i ke bohë vetë, po ha, vetë i ke bohë. Edhe na kejtë vetë kena bo, kështë ta ka një mu. Kejtë qështu konë, kur këtus nuk na ka, si na sprovu me kur gjë, për andaj nëse kështu vazhdoj me qëtë diskurs, të e shtyp njëri tjetërin, të e mashtru njëri tjetërin, e mas pari, aj që të mashtran e ka mashtru vetën. Kur në dyherë, kur, derin kiamet, mashtru si mës të menën që e mashtran dikën, veç vetën e mashtran. Veç vetën, se Allahu është ai cili zgutet. Ama një rabbe që të fjallë mas shumë të shqiptarët e ka një, Zoti nuk gutet. E pse se keni pyet vetën e herë, e pse nuk gutet Zoti? Pse nuk i gutet Zotit? E dini pse? Se Zoti është i përjetshëm. Ai që është i përjetshëm kur nuk i ngutet. E na të përkohshëm, neve na ngutet.
Neve na gutës shumë, bile na shqiptarët e kena shembull, 5 sahate presën pasulin me zi, për 1 dakik Isusën bustu e të munu me glabruat, pasul që kemi prit 5 orë. Zotë e boft hajre në hodhu zoft, e na drejtoft, menoni në alt, menoni mirë, Zotë e bon mirë, Allah është i madhë, aje ka fuqind absolute, mirë po ples në kalon amanet, që ata amanet mone, ti pak e Zotë i shumë. Edhe na pak të janisu me hajre me mirë, Zotë na e bën edhe ma mirë, me amen, të lumit Allah ati kofë shumë falë. Faleminderit shumë vëmendje, i lutëm Allahu dhul gjelal për njerëzit e sëmum, që se cila familje ma dje, ka njerëz që i kanë bavaki gjendje të rëndë në për spitale, e bavaki dhe në shpe për i dhimbjeve të mëdha, e kemi raste disa loke që i kanë gjendje shumë të rëndë, më kanë porosit bit e nipat tyne, Allahu i shëroft, e qleroft, e lartësoft. Po du me bo një lutje ekskluzive për një djallë që është dëvëra pa të drejt në Amerikë, sot mediat e dhanë krejt, një djallë 41 vjeqar, është dëvëra të e mbrojt venin e punës atje. Të e mbrojt venin e punës. I ikun emigrant në vitin 99, një djallë që edhe autoritetet amerikane lavdërojnë punën e ti, është dëvëra për i bondave atje, të e mbrojt venin e punës, një besimtar i mirë. Edhe njeri që ftyra i kalseke që i shkom, shqiptar i mirë. Se si ta bojna një njeri të mirë, del shqiptar i mirë. E ta një kohi edhe namazi, edhe i badeti, edhe Kurani, e i zhvëra. Allahu i dhosh sabër familjes ti. Edhe sa që di, para se mu vëra, venin e punës, shkrujke ato, i sharë në Evropë dikon, nonën e kesh, të smuhut me po, e mas 2 dite, të e mbrojt venin e punës. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, a që vritet, të e mbrojt në herën e ti, të e mbrojt për hogun e shpis ti, të e mbrojt kafshatën e halalit ti. Ajo është gjennetli, ajo është shahid. Inshallah, Allahu azza wa jall i ruan e i gëzën, e ja u lartësën emigrantës tonë, diasporës tonë, që kanë shku emigrant, tash kanë kriju familje, kanë kriju rreth atje, inshallah edhe i udhëzën, edhe i kanë dorë, innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Na do ta çesëm pas të qinësat, për shkak se na vyn për hierarkin e këshillit xhamis tonë, për mirëmbajtjen e xhamis. E keni nxet, e vërtet, duhet me majt këtë nxet. E keni paq, duhet me majt këtë paqllak. Duhet me pas mjete me pas këtë paqllak. Prandaj me centrat e juaj na animoni sot. Na bashkë kena bo, bashkë kena. Edhe inshallah sot 2 javë është konsideron data 28 nëntor që është dita e flamurit edhe dita e shqiptarëve, dita jonë, do ta bëjmë një program xhami, jeni të ftuar tonë sot 2 javë, kemi me pos musafer inshallah dhul xhelal që kanë më pëlqyer shumë që i dëni ata, edhe do ta fillojmë programin për 11:30 deri në kohë të qinisë, as vaktet janë afër, do të kënaqemi edhe do ta trajtojmë një temë kontributi i bashkësisë islame, i hoxhallarëve, i dietarëve, i muslimanëve në veçanti në çështjen kombëtare, që ata që po munohen elementin kombëtar me na largu neve prej fetarëve, më apo me dije që me argumente që absolutisht nuk kanë bazë në këtë drejtim. Allah e rujt shqiptarin, e rujt popullin, e rujt globin, i rujt njerëz, e shtypur Allahu i ngrit edhe e mbroft islamin dhe ezanën deri në kiamet. Ya Rabbel Alamin. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين Hamidun Mejid. Zoti
me ajet 139 surën Ali Imran. Thot Zoti me Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa aqimus salat." Dhe thirrë ikametin.